Arsen, të përshëndes, qëndrojmë fillimisht në 15 vite nga ngjarja e 21 janarit. Në fakt vijon tjetë hapur për drejtësinë, ka një proces i cili nuk është i panjohur, një proces i cili ka nisur fillimisht në Prokurinë e Përgjithshme, më pas në Prokurinë e Tiranës, tek krimet e rënda në gjykatën e apelit, në gjykatën e lartë në Strasburg dhe është rikthyer sërish në Shqipëri. Ishte ankimi i familjarëve në Strasburg i cili kërkoi të jebe një dritë jeshile pas vendimit të Strasburgut. Gjykata e lartë vendosi që kjo çështje është kompetencë e prokurisë posaçme dhe duhet ta hetojë pretendimet e familjarëve të Alex Nikës. Heguran Deda, Ziver Veizi, Faik Myrtaj është një proces i mbyllur, ndërsa për Alex Nikën vijon të mbetet një proces pa persona përgjegjës, kush qëlloi dhe cila armë qëlloi plumbin që i mori jetën Alex Nikës. Në fakt ka patur një ekspertizë të viteve më parë nga policia amerikane apo FBI atje, ishte pamundur identifikimi për shkak të dëmtimit që kishte marrë preda. Por kjo çështje u kalua në Prokurinë e Tiranës. Në Prokurinë e Tiranës u kërkuan ndihmes policisë italiane nëpërmjet laboratorit të policisë shkencore atje, teksa pritej përgjigjja, kjo çështje kaloi në SPAK. Kemi trokitur në Prokurinë e Posaçme për të pyetur nëse ka apo jo një përgjigje nga policia shkencore italiane, ka mundur ta identifikojë armën, nëse i përket një arme të pa identifikuar, një arme në regjistrin e Gardës së Republikës, një arme Kalashnikov, një pistolete për atyre të përdorur nga gardistët më 21 janar të 2011, por ende nuk e kemi këtë përgjigje, ndërsa zhvillimet kanë qenë të rëndësishme me pyetjen e eksponentëve kryesor që kanë qenë zyrtar të lartë të shtetit shqiptar të aso kohe, por edhe me përfshirjen e të vetofruarve si në rastin e ish-presidentit Ilir Meta, po ish-ministër aso kohe, për cilën dhe u bë protesta nga video e famshme Meta Prifti. Kanë dëshmuar këtu presidenti i Republikës, zoti Bamir Topi, ministri i Brendshëm zoti Lulzim Basha, për herë të parë në detaje në fakt nga Prokuria e Posaçme është pyetur edhe ish-kryeministri Berisha, i cili ka qëndruar për më shumë se sa një orë duke dhënë deklarime përpara oficerëve të Büros Kombëtare të Hetimit. Kjo çështje ndiqet aktualisht nga prokurori Alfred Shehu, ndërsa ka patur një debat nëse duhet pranohet apo jo si provë audio përgjimi për urdhrat e dhënë. Është pyetur po ashtu edhe kryebashkiaku i Matit, i cili aktual ka qenë gardist aso kohë, ndërsa sot është kryebashkiak dhe deputet në fakt, Agron Malaj, për cilin ka patur aludime që ishte ai që qëlloi. Gjithsesi, kjo listë gjatë e personave të pyetur nuk dihet nëse ka sjell një provë apo një, nëse mund themi, hap për të shkuar drejt armës se kush e qëlloi Alex Nikën, ndërsa Andrea Prendi dhe Agim Lupo janë të dënuar nga proceset e mëparshme gjyqësore. Proceduralisht çështja mbetet e hapur, por vetëm për vrasjen e Alex Nikës. Nuk është e pamundur dhe hapja për mjaft pjesë të tjera, por do duhet të ketë prova. Ndalur tek prova audio përgjimit, ka një debat, e kemi se kemi u dorëzua, nëse e kujtoni dhe vetë i afërmi Alex Nikës dhe e ti nuk e dorëzonte fillimisht në Prokurinë e Posaçme, s'kishin besim, pati dhe një takim me kreun aso kohë të SPAK zotin Altin Dumani. Kjo provë është dorëzuar, por e ka ajo apo jo vlerën juridike të saj, do duhet edhe pajisja nga ku ajo u mor që flitet për servat e kryeministrisë, po për cilën ende SPAK nuk ka një qëndrim nëse janë sekuestruar apo jo këto prova, i kanë partnerët, i kanë patur partnerët, ka apo jo një bashkëpunim. Mbetet për të parë me rëndësi është përgjigja e policisë shkencore italiane për të gjetur së pari nga ku doli preda që i mori jetën Alex Nikës, më pas për gjetur fajtorin që qëlloi mbi protestuesit e pafajshëm. Ka patur pretendime dhe aludime për veprime të dhunshme, ka patur një kërkesë në fakt nga opozita, por edhe nga deklarimet e zotit Meta që ne kemi mundur mësoj, ai ka kërkuar të thirret dhe të pyetet kreu opozitës aso kohë, sot kryeministri i Shqipërisë për më shumë se sa 13 vitesh, zoti Edi Rama, por gjithsesi edhe nëse ka patur një veprim të një proteste paleje, një proteste të dhunshme apo një organizim të ubimit jashtëligjshëm, kjo nuk është kompetencë e SPAK, por edhe në vitet e kaluara plot 15 në këto momente, edhe nëse ka patur një shkelje të ligjit, ajo është parashkruar. Është një dosje e rëndësishme, një dosje nxehtë, një dosje politike,
e përfshirë jo vetëm me interesa, akuza, qëndrime, por edhe me pritshmëri nga dyert e drejtësisë. Zoti Rama thotë që gjyqtarët e prokurorët duhet ta hetojnë, kanë kaluar vite me radhë, por nga ana tjetër opozita akuzon atë si personin që organizoi atë tubim të dhunshëm duke kërkuar marrjen e pushtetit me forcë. Dhe po vetë zoti Berisha sa herë që pyetet thotë nëse rikthehen prapë në kohë do mbaja të njëjtin qëndrim. Po Kryeministri Rama tha politikisht, me që më çova këtu, që aso kohë Sali Berisha u përgjigj opozitës me plumballi. Ndërkohë ju referua në fakt edhe një detaj tjetër nëse u shkel ose jo perimetri i sigurisë, kur tha jo, pra në mesazhin e tij dhe bëri një kronologji të asaj që është karvani i proceseve gjyqësore që kanë ndjekur familjarët. Për ta lënë pas dhe për tu ndalur arsen në çështje të tjera, sot jemi një orë me lajmin se është dënuar Agron Shehaj për fyerjen ndaj Adriatik Lapajt. Më sill disa detaje pra çfarë ka ndodhur mes tyre dhe si është dënuar, nëse ka ndonjë reagim shajt pastaj është tjetër histori. Pak është edhe ky një proces me subjekte politike, arsyeja pse ka një prani në gjykatën e posaçme e për mjaft pikpyetje pasi si një vepër penale e fyerjes apo e shpifjes mund të jetë këtu, është për shkak se zoti Agron Shehaj ka qenë deputet, vijon të jetë deputet dhe kreu i Partisë Mundësia dhe në një përplasje mes tyre në një debat publik ata kanë patur akuza të ndërsjellta. Zoti Adriatik Lapaj, kreu i Shqipëria Bëhet, ka preferuar të ndjek rrugën ligjore dhe në këtë rrugë ligjore ka qenë thuajse në çdo seancë i pranishëm vet, ndërsa zoti Shehaj me avokatin e tij nuk ka qenë i pranishëm. Edhe ditën e sotme kur është dhënë vendimi pak minuta më parë nga gjyqtari Jon Çela, ka patur 2 pretendime të Adriatik Lapaj të dënohet për fyrje dhe për veprën penale të shpifjes. Gjykata ka gjetur fajtor vetëm për veprën penale të fyrjes kryer botërisht, duke dënuar me vlerën e 3 milion lek gjob, pra 3 milion të vjetra ose 300.000 lek të reja, ndërsa nga ana tjetër për veprën penale të shpifjes pretenduar nga Adriatik Lapaj për të dënuar Agron Shehajin, zoti Shehaj ka marrë pafajësi. Ky është një vendim i shkallës parë gjykatës posaçme, nëse zoti Shehaj nuk do ta ankimojë brenda 15 ditëve dhe në zbardhjen e vendimit, ajo do të mbetet në fuqi, por edhe ky proces me subjekte politike duket se nuk do ta ketë vendimin ose momentin final të mbylljes së tij, do të shkojë në apel dhe aty do të zgjasë për disa muaj, pra edhe përballja politike shpeshherë preferon të përballet edhe në dyert e drejtësisë. Kjo jo vetëm për të amplifikuar, nëse mund të themi, ose për të mbajtur të ndezur tensionin mes tyre, por edhe për të, më thonjza, rritur pse jo dhe audiencën. Pasi interesi për proceset gjyqësore apo vendimet apo zhvillimet në këtë godinë me xhama blu ku qëndron SPAK dhe gjykata e posaçme kanë interes nga publiku. Dhe çfarë do thotë kjo për një politikan si Agron Shehaj? Për një politikan si Agron Shehaj, por vetëm për mjaft politikan do thotë një përgjegjësimë në deklaratat që ata bëjnë, do duhet të jenë më të kujdesshëm, do duhet të verifikojnë faktet e provat përpara se sa të mbajnë qëndrime publike. Por kjo as nuk e rrezikon karrierën, as karrierën politike, por ndoshta edhe edhe portofolin ekonomik, pasi mund ta ketë një mundësi financiare për ta paguar për shkak se zoti Shehaj është edhe nga bota e biznesit, por ndoshta edhe me rrogën apo pagën që ai merr nga parlamenti, por nga sot ai quhet i dënuar nga shkalla e parë, por jo i dënuar me formën e prerë që do duhet të kalojnë afatet në rast të mos ankimimit me formën e prerë. Në rast të ankimimit do duhet edhe vendimi i apelit për të vendosur nëse është apo jo i dënuar zoti Shehaj, por është një dënim me gjob që nuk i rrezikon as karrierën, mjafton deklarimi në formularin e dekriminalizimit për ecurinë që do të ketë karriera e tij politike. Ndërkohë, çfarë të rejash kemi Arsen sa i takon dosjes call centerave në kuadër edhe të hetimeve, veprimeve konkrete që po bëhen nga prokuroria? Edhe njerë ju lutem? Atëherë, kemi trajtuar 2 ditë më parë çështjen e call centerave. Kush janë veprimet konkrete që po bëhen në kuadër të hetimeve? Kemi ne një informacion?
Në fakt është një hetim i hapur, po ashtu ka persona në një numër të konsiderueshëm të shpallur në kërkim, përveç vëllezërve Prekaj, është edhe administratori i Infinite kompanisë, është edhe si David Prendi, i cili do duhet të jap deklarime për aktivitetin e tij tregtar. Ka rezultuar nga verifikimet e bëra nga prokuroria posaçme se ky aktivitet shtrihet në fakt në Shqipëri prej datës 7 prill 2023 në mënyrë të lishme, duke u regjistruar pranë qendrës kombëtare të biznesit me seli Alban Tower ose Green Tower, siç njihet, kulla pranë gjykatës lartë apo kishës ortodokse. Atëherë referuar edhe të dhënave nga qendra kombëtare e biznesit, aktivitetet tregtare është call center, telemarketing, gjenerim database dhe programime të ndryshme, shoqërime me aktivitete dhe përgjegjësi të kufizuara me kapital fillestar 1.4 milion lekë. Një kërkesë është drejtuar ditën e djeshme dhe bankave të nivelit të dytë, shtetasve të shpallur në kërkim, të dyshuar, të proceduar penalisht, por edhe të arrestuar në kushte flagrancës, t'ju bllokohet në mënyrë provizore çdo llogari bankare për mos të patur mundësi tjetërsimin e aseteve për llogaritë të këtij procedimi penal. Nga ana tjetër vijon edhe verifikimi për të kuptuar nëse pati një dekonspirim nga palët e përfshirë në hetim, në proces, në kontrole apo në survejimin e personave të dyshuar, pasi prej datës 9 janar 2026 SPAK regjistroi procedimin penal dhe ndërmjet datave 15 dhe 16 janar në harkun në më pak se sa 4 orë 2 katet ku ushtronte aktivitetin, katën e 9 dhe katën e 13, kompania Infinity arriti të zbrazej e gjitha dhe të kalonte në një tjetër kull aty ku në kushte e flagrancës SPAK dhe policia arriti të arrestoj 8 persona, po ashtu të sekuestroj dhe një, nëse mund themi, bazë të rëndësishme të provave materiale si kompjutera, laptop, USB, celular, servera, por edhe dokumentacion që i përkisnin gjithçka të aktivitetit të ushtruar prej datës 7 prill 2023 në Selin, ku edhe lejenet arritën të dokumentojnë me pamje filmike gjithë mashtrimin me pasoja të rënda ndaj qytetarëve europian, por jo vetëm. Pra, ndërkohë ne kemi objekte të cilat realisht janë në punime, nuk e dim nëse janë të hipotekuara, çfarë ndodh pra në punime të përfundimtare, çfarë ndodh dhe si do shtrihen hetimet edhe kontratat që këta kanë bërë. Kështu që besoj edhe këtu do të jetë fokusi. Deri në këto momente, të paktën në të dyja selit, dy kullat, ajo Alban Tower dhe Downtown, kompania Infinity me administrator David Prendi rezulton që ushtronte aktivitetin me qira, por nuk përjashtohen edhe asetet të cilat ata mund të kenë apo përdorja e emrave të tjerë për të fshehur origjinën e parave, do të kalojnë në sitën e verifikimit të hetimeve, po jo vetëm penale, por edhe ato pasurore. Faleminderit Arsen për gjithë sa solle në vëmendje, të përshëndes.